Jo, ti me ta. Sa më bëj bitin. Sa i ke? Karoj ke pra. Si promoti qendrori. Ai scorpiu son patyre. Jo, po mbas të bëj kështu. Energjik. Po më nis. Ju ka dhënë pak shumë. Ju jemi uri. Ju ka dhënë. Ne ju si ke bashkë. Ju ka dhënë ju si. Do, sa ta më shumë. Jemi sa të në shkollë. Qëse invitacion po fillojmë, mirësarë dhe në drejtarëve, juve antarë të vendit, mirësarë dhe komandantit policisë, përfaqësuesve të korit, mirësarë dhe përfaqësuesit të SBE-s dhe juve zyrtarët. Po hapim mbledhjen e dytë të rregullt të Kuvendit Komunal të Regjistracionit të pesë të Komunës së Unikut me këtë rend të ditës. Në 1. Arshyetimi mungesa mbledhje. Në 2. Shërtimi dhe miratimi i procesit verbalit nga mbledhja e kaluar. Në 3. Shërtimi i planit punës prokurimit për vitin 2025. Në 4. Informatit gjendjen e mirëmbajtjes të temërore të rrugëve lokale. Në 5. Si pikë shtesë, nëse spritoni me shënu. Shërtimi i raportit punës së Komitetit për Komunitete për vitin 2024. Në 6. Pyetje nga antarët e Kuvendit dhe e fundit në 7 të ndryshme. Nëse dëshon fjalën dikush rreth rendit të fjala për ju. Prezant jemi të mbaj. Nëse nuk keni diçka rreth rendit të ne mund të them kështu siç është pika shtesë. Kush është për? 12 janë për, kundër s'ka, se në s'ka, tërgjeri. Në 12 për kalën rrënë ditë, kalojnë në pikën e parë, arshyetimi mungesa mbledhje, mungan Leonard Lodoni, Festina Maloku dhe Gjem Tofaj. Kalojmë në pikën e dytë, shërtimi dhe miratimi i procesit verbalit nga mbledhja e kaluar. Materialin e keni përpara, qoftë keni diçka urnani. A ka dikush diçka rreth procesit verbalit? Pasi që jemi të procesit verbalit, ka më një kërkesë kur t'i përfundoni që se zërit fjalimin mundësisht ta lëni zërimin se do i kryojnë të lashe në ingjizim. Nëse nuk keni diçka rreth procesit verbalit, unë mund të them kush është për. 12 për, kundër nuk ka, pastaj nuk ka. 12 për kalon. Kalojmë në pikën e tretë në radhë, shërtimi planit të punës së prokurimit për vitin 2025. Planin e punës të prokurimit për vitin 2025 e keni pranuar nga kohë. Zyrtarin e prokurimit e kemi këtu. Nëse ose pika shkurta fjala për ju. Përshëndetje për gjithë. Materiali u ka shkruar në të gjitha. Dhe është vetëm me IC për shembull që përmend për punën e kontratës për shërbime për mirëmbajtjen dimërore. Kontrata për mirëmbajtjen dimërore sot është në shkruaj, është valide. Po nëse ka të shkak për shkruaj tjetër. Faleminderit. Dëshironi ju shpozën e? Përshëndetje për gjithë mund të jemi se po kanë shkruar kontrata gati në ndonjë. Vazhdon tash. Faleminderit, dikush tjetër? Nuk ka. Atëherë kalojmë në pikën e 4 me radhë. Shërtimi
planit informat për rreth mirëmbajtjes të rrugëve dimërore lokale. Informatën e kemi marrë, drejtorin e kemi këtu, drejtori i prokurimit na tregojse në shkollë, drejtor Tara Juve. Faleminderit Kristus, përshëndetje për gjithë. Ne do materialin e përcjell me kohë, në kondicionin më shtu, përveç nëse keni pyetje shtesë jemi këtu. Faleminderit. Urnaderes. Përshëndetje për gjithë, se kërkes kontratës për mirëmbajtjen e rrugëve gjatë kohës dimërore. Nuk di tash çka përfiton kompania. Tash apo dalim gati në pranverë, po dalim edhe çfarë shumë të pagesës merr, ç'është kontrata, çka është. Sa janë me dietë edhe gjatë kohës që bën procedura ligjore, ata s'kan punë. Janë dalë vullnetarisht dytë që janë konë gjyq edhe i kanë një mund një herë. Çfarë kontrata është, çka përmban të. Faleminderit Dervish, në kryetari apo drejtori, urnëdrejtar. Faleminderit. Kontrata është në shërbime asa krym punë paguar. Pejtosh. Që do thotë qëra pejtosh? Kjo për shumë duke përndruar për bashkëpunimin e suksesshëm, ju riftojmë se aktualisht Komuna e Rivit nuk ka kontratë me ndonjë operator ekonomik për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale. Lëzim materiali në ka orë ma herët. Që ma herët, se si bini nga punë? Ma herët në ka orë, me fuka orë, mirë po sëtë është në shku, tash informatën e mërën sëtë. Në material që për realizat në ka orë me kohë për më shërtu në KPF, pas në i marë po e. Mi po ti me të liku. A në mi ka odot me bukë për verë, a o ka një burë verë për verë, për ndimë. Shumë veçare, po në drejtori i prokurimit. Procedura orës me kohë, që shokën e kanë rrugë. Po përsi kanë pas për shkak në kompani të ankesa përmes OSHP-s. Na vetëm ankesën e OSHP-s që nuk vit 4 muaj. Do thotë që keni bukë kontratë për vitet të qepin. Po preri i momentit, preri i sotit. Jo për vitet që tani i Po jo preri i këtij momenti është 30 muaj është kontrata me ligj. A mund me ndërru të lutëm të po, se si janë tanat, kush e ka punë ato, sa është kohë që e sajnë, po dhe shak një parë në të talën, për sa vite shkodrata në shkollë. Kontrata është për 30 muaj, është 23.500 është kosta, edhe pagu të evolucionit. Si që kompania dhe kush për në saj. Kompania është konzorcion, është Arfa Group edhe Vegaceri. Edhe jashtë këto. Është kompania Arfa Group edhe Vegaceri, dy kompania në konzorcion. Sa kompani kanë marrë në këtë ndërën? Se po vjerë është të ljudëm, që të rikit e gjysi në të qëtë dorën në portë këni. Unë jam vizjet e podë dhe më bëjmë i tajtë në qëtë të rikit. Se mund se sa e konë këto, si Dy grupe kanë në tonë, dyja janë në konzorcion. Kryesisht në dy oqe. 4 kompanija, po janë 2 ka 2, janë grupacion, ose konzorcion. Ka qenë një kompani manuare të shore këtë, edhe ka qenë shore. Faleminderit të kush tjetër, urnëzënet. Alla në kërët beti me kanë ra burë, e mos me dërë bëllën e të rejshtë, ata shka pas më bu më të patin e qytetarëve. Kur duhet, në të kryrën dhe rejshtë kjo. Po unë është kryrën. Kur duhet komuna me kry punën e kësaj kontrate, kësaj marraveshje, a duhet me kry në pranverë, a duhet me kry në po hindinje. Kur duhet më kry, a nuk ka pas nga komuna, a nuk ka pas pore, a nuk ka di, a shkon ku në pytje. Se kjo është, kjo është shumë e qëditshme, po du më thonë, me mëjnë dikush, se nuk o punë shqyqyp i Zotit si nuk o raburë. Unë Zotit bëjbëj lukti si nuk o raburë. Po kjo është shumë e qëditshme. Që ka që ka të veti kur duhet më në shkru, ka të zëmë burë kohën. Në shkru? A? Kurën në shkru? Sër. A, sër. Mirë, fjala për drejtori, nëse këtë fundu. Po është nuk ka përzirë, kjo është një parformë, kjo një parformë është tadje. Që drejtori, dhe Kërësus, zënere këndohë këtë qatë politikis, këtë këndohë, me në pak e
situatin keq. Tanë, si opozit, rrugën vonë pas rrugën. Edhe me vjetin që procedojnë as si komune, edhe me kompanive që në parë vullnetarisht. Po, na kemi pas kontrat 2 vjeçare, për vitin 2021 deri 2022 deri në 2024. Në tetor vitin 2024 ka skaduar kontrata vjetër, në tetor kemi filluar procedurat e prokurimit për kontratën e re. Që është zyrtari i prokurimit, aktivitetet konë në ankesa të shërbes dhe varë për ty në përgjigja se s'kemi mujtë me nëshru kontratë. Po ta kujtoj ty që këto si asamblis për 2 ose 3 mandate, kontrata punët e komunës unike për mirëmbajtje dimrore është në vitin 2013. Për vitin 2013 dhe në vitin 2022 kur i mjarë në qeverisje që ta qytetarët unike që bja uban dhe të ndihën ku më pa kontratë mirëmbajtjes dimrore. Edhe atë kontratë ja këni jabë në vitin 2013, ja këni jabë njerëzve me ka i gjithë me ka i nuk orë shqimtare për nga zitë, i këtu këni më tjetë. E kësaj përket kësaj punës si opozitë, kësaj si këni ashtë si jasë tyre më pojtë i temis. Zener, pastaj dhe vishë. Qërë unë i dhe mas pare, drejtori duke më ka i lytë për raport, ma pashë. Nuk në ka e rritja të raport. Si po thot, i kem pastru rrugë, që të gjonë t'i kushti nuk shetë. Po që ta si shohit, e ti s'fa rabuar. Që rabuar e madhe në këtë sejnë. Sa me helikoptera, duhet njerë për të rje, këmi qëmë spital. Që rabuar e madhe. Bile e di traktori komunës, o merë për të suhë një 7 dit, o merë në rrugë, e ka blokua dhe rrugën, e ka blokua pa figurë. Qesë kujdeshën si një konë, për punë burës e qytetarëve, ato, nuk jem ka të lypjën unë atrapor 2 vjeqare. Konë, jo për të amorën e në një shkeni ka për një. Të amorë, ko pas kontrat 2 vjeqare, të ashti, ma si pasë kontrat 2 vjeqare, që që bon si zhurë ku kosh ne hje korë vishë mund në drejtë. Ka skadrun djetorë vitin 2024. Se pas ma si skadrën djetorë 2024, se nuk e bon të rreth për pranvera. E ku i licu thashën... Qa një licu ma? Po dhune më me një licu se anë mos me kërje pa e... Që të ke margaritarë, po... A rrështë e ka dhune? Mirë, se ne. Që është po të ke margaritarë. Kujdesi që është sonë të rrujtë. Se me ka zonë shka t'kem tyje, të kompish. Zener, nuk kem nevoj me gallum personal. Nuk ka përdo, Drevesh ka ala për ju. Po përnë me drejtorin, mos do të t'jem shumë kujdet. Pa kujdet. Lenat Kumen, që pas ke njësë me vërërsta. Sa i përket qeverisë të kalume, mund se besoj që në erë kanë pas qytetarët e unikit pak në atësi, për pas të tisë, të konë simpatizantë i këtë e kesë në vëndë, unë të njëre e kësha i gjithë. E sa përket ftyrës që a kemi drejt me folë, se kemi ftyrë me folë për kontrate, për udhës që nuk jenë qelë, se kanë më qelë, kemi ftyrë. Atë nëse, se jemi të gjellëm për i qytetarëve. Edhe një punë që e kom të të keshe, unë e kom ftyrë në sot, edhe 100 vjetë nëse jenë shtu, kom ftyrë në ta konë sy. Kujdes fjallore, një drejtorë komune, atë po të kursejna, kemi kursu dheri sot po të kursejna apë. Faleminderit, Drevesh. Për 10 vjetë, komuna e Unikës ka pas kontrat mirëmbajtjes dimrore. Jenë mirëmbajt rrugë, edhe pse s'ka pas kontrat. Nuk është e tema, drejtar nuk është tema, dikush tjetër urna sa dhe pastaj lëzimi. Do është atë diçka më shtu. Nëse ki më shtu diçka po mos bëjmë djalën nga ty. Faleminderit. Për të aktor që do thonë 7 ditë para tjere, komuna që zakonisht njatën, e bëkëshin parkingin e komunës me automjetet dhe kisha probleme dhe arë për me pas rrugët. Nuk e ku majtë paradera me shfryzu personalisht, pas nuk e ku majtë paradera me shku me honër pasën që kohë me të. Mirë, faleminderit. Jo, nuk ka përmene, sa dhe vazhda. Nuk ka përmene, zënë. U kry. Përshëndetje, Kristus, përshëndetje për gjithë. Mund, në këtë çështje po më intereson inicimi i kontratës në tetor, kur po, sa ka qenë koste, atëherë asaj kontrolës. Ne kemi një në për rrugën, në për asaj, janë gjëfat. Të keqë si kanë shku procedurat, ku ndale, kush ta di, kush vantu, që shka shku. Edhe dyta,
për sa në shumë që kjo kontratësat, për sa kohë, edhe po më interesën diferenca e shkrimit tetor në çfarë sot, se kontratët sot. Kaq. Kontrata që është dha zyrtari për kurimit është për 30 muaj. Vlera është e njëjtë si ta shtim tetor. Në kontratë përfshihet pastrimi i rrugëve me pejore, hedhja kryqëse dhe pastrimi trotare. Është 28.000 euro në sësjavoj si vlerë totale. Po është kontratë me shërbim, as sa shfrytëzohet as që dhe paguhet. Mirë, faleminderit vlerësimi pastaj Zaneti. A një shkurt të drejtori i shërbeve publike. Se o zotë që ka shumë që ka kontrol. Shak se nga kalenda para përfundimit mandatit. Me të turë kemi zgjedhje përsëri. S'ka pas kompani që kanë pas interes për ta marrë këtë ndër apo kanë qenë probleme. Apo duhet të jetë një kompani selektive që fikën në një. E zyrtare për duha, unë jam që 2 mandate shqitra politik në komandën në Bajgjunikit. E përvajsojnë vetën dosin në kënërit në shumë respekt, në gjitha jam falenderus, gjitha tyre që në kanë cilë të që në kanë bërë. Unë e 2 minutë në 2 kolegës mija që janë turë. Preja se ditë që jenë marë me këtu bashkërështë në këtë asamblej, e deri në sëtë, nuk e kom posë rastin që ta në të gjërë një fjallë për i tyne, një preshtin që të gërdinjën që e ponë tanë, me ke qare të në po. A të një endin e juve. Përse, në jenë që të gajtë të ty në jo, me përqeshtë një të do, të përmëndaj. Jo, A të një endin e juve, i në zjenë në probet, vini këtu, i me një pavet dhe se pa një punë e juve fisnike. Që për ishtë një lish, i me fit në vendin tonë, qifit juve është duhet të konfiskojnë pavet për shasë ju, i një dëmbelisa. Që është të tërë. Në të një veç pak se me ka të fjallën të jo. Bravo, legjendje. Në përgulloret punës Koganit nuk lejohet me thy kolegë, nuk lejohet me marë përgojë antarë të familjes nacionit nga antarë të Koganit, edhe mësisht i për marë me përgulloret, si lutëm. Unë e po. Lërieta. Jo, unë e po të. Zërieti pas të lërieta. Veç diçka do shta në shtu, për derisa zotëria më shërë të nga këndoneve, një kësir për këndoneve popullin që nga ka kuqit të. Kështu që të lutem ki kujdes. Mbroj e popullin, mos rejnë shumë. Zënet. Jo, unë e po ta se drejtori, Lësema, s'ka të mbroj tash. Pra Zënet. Drejtori ka dhej tha për punë traktorit si ke fjora. Nuk më ka pengu mu traktori si Zënet ku një traktorit. Po ki pengu rrugën 7 dit, e ki lonë një trakë, kokon e pengune, me pashti traktorin në batë. Sa po në keni marrë, ka përvecume, vazhtim në batë. Zënet, edhe me dhe një nërë ka që arrujnë i marrë në kasët e minuta me të kjerë, po shkaktorin dhe data. Nuk të tema për Zëneve jo. Nuk është tema. Rrugë e ki lonë. Që ka? Mua? Në kryetari ka pjane. Në kryetari ka pjane. Jo, përfëtan në kryetari njerë. Faleminderit Kërësus, përshëndetje të rëgjës. Ju shajdu që këto mos kajtimit me të kalu edhe për këtë kohën e pjesë që në ka vjetë bashkë me këtë mandat, kështu që të kalujmë edhe këto mujtë të shkojmë dhe i tasë që kemi shku për të marit. Në lidhje me pyetjen e luftimit, ne si komunë kemi një tunë mujtë të torës, ashtu si që thanë edhe drejtori. Po, vitin 2024. Pasi që... Dhe të rjetive, një konë gjomë, një konë. Jo, luptëm të asërve. Drejtori ta se kemi pas kontratë edhe ashtu që ndërëm. Në vitin 2024, pas skatimit të kontratës për aprapi, na kemi iniciuar një procedurë përkurimit për në shkrimin e kontratës së re. Aty në paraqit edhe specifikacionet, si që tha drejtori pastrimi i rrugës trottoarit edhe hedhja e krypës, edhe aty ka qenë shuma e përcaktuar në bas të planifikimit të buxhetit që ka pas drejtoria përkatëse. Edhe kanë ndodhur që kanë pas një ankesë. Komune mas ne kanë pas mos në veshë ofertues në zeti dhe kanë bashkëtonte në USHP. Edhe mas ne USHP-ja ashtu siç e kemi
më lirë, po dhe që është i përgjeshme. Ka që potën. Faleminderit nënpërtar, konsideroj pikën e 4 si pikë 2, në faleminderit drejtorëve dhe juve që kontribut. Kalojmë në pikën e 5 më radhë. Shërtimi e raportit punës të Komitetit për Komunitete për vitin 2024, materialin nga kemi shpërndasët, antarën e këtij komiteti kemi këtu dhe zëndiri është bashkë antarë e këtij komiteti, pjanë në shakalu të Eliza, pasi që duket e qenë artuse e këtij raportit punës. Sa i përket, s'ka. Këtë si të zgadnike. Në mes? Përshëndetje për gjithë, faleminderit. Atëherë për sa i përket raportit punës të Komitetit për Komunitete, viti 2024, janë vajtë gjithsej 12 edhe gjithçka ka shku sipas planit punës. Unë mendoj që në raport i kemi përsërit me aktivitetet, pikat e planit, edhe përgjithsisht gjithçka ka shku mirë. Ka që kisha nëse ka në pyetje dikush. Nëse ka dikush diçka rreth raportit punës Komitetit për Komunitete për vitin 2024 organi. Orna Sader. Kërësusën dhe dy mandate kanë qenë në këtë komitet, dhe ti paka shumë rëndësinë e ti një shkasht. Unë një tash në këtë raport, këtu në përshkruetarja e ati komiteti. Këtu piti arsye pse, po kisha si brendë se nuk është kryetarja ato. Në gjithë se kanë edhe një arsye tjetër edhe si kryetar, ajo nuk merr në ditje, as kryetarja, as kush nuk është pjesë e kuvendit. Po duket një padrejtësi shumë asë si kritimi kësha diçka punë. Unë e bile ku po si propozim, daj zemel, me ja mojë që atë ditje, me ja shkënda, kush nuk është. Kush nuk është shkëndarë. Faleminderit. Dikush tjetër? Orna Rëzen. Faleminderit për shumë. Sa këtë ato që ta e sëndërija, në përja mojnë për këvendi mund dali, përse ta këtë një 500 euro shtjes, dhe për këtë mund që marrin në të që vekë në ty, të cilët e mëritur, dhe ka ojtë për faleminderit. Shërgesin. Orna Rëzen. Mirë poli dhe e së drejt, se doja të na e mu më shtë të lomë, po dhe ma mirë poli dhe ljubi. Edhe tjetërën, këj kuvan e ka një antarë momi që 6.000 është sata, nuk e di. Komitetit për komunitet. Unë kisha pas dëshirë si më bozë dhe vëndësimi ati antarë. Po do më thonë, pëse nuk o bon të këtjeve një tash. Na tonë e dim rregullorën edhe të komitetit, edhe të kuvendit, po do më thonë sa mbje dhe nuk merë pjesë, atër po do më thonë largohet për ati komision. E unë pa thamë se me bozë avancimin sa më shpet të ati personi me bon komitet për komunitet. U bonja edhe dyta kuvendi nuk o pa parë. Pse kuvendi atër mas i ka parë, se mos me javon atë në tjërë. Faleminderit atë të përmëndjerit e pytit e edhe lëzimit edhe të zenerit të përësisë bashkë. Nuk është fajtor kuvendi që nuk paguën të antarë të komiteteve, se nuk është komiteti për komunitete, janë edhe antarë të komiteteve tjera që po thuj se gati që inexistent, nuk e ka funksionu në fare, pikërisht është kjo arsye se nuk kanë me ditje. është shumë e pa drejt që antarët e kuvendit në komitete paguën, ndërsa ata që janë antarët e kuvendit e janë komitete nuk paguën, po këtë keq nuk e kemi pruna. Ne kur kemi nxjerrë vendimin për program të komiteteve, kemi nxjerrë vendimin që gjithë secili paguhet në atë kohë, në 50 euro në ditën, mirë po Ministria e Financave. Nuk është probleme vetëm të kuvendi Jonikut, por të gjitha kuvendet e tjera në nivel të Kosovës pa funksionon kështu. Këtë legjit nuk e kemi pruna, po dikush tjetër.
pasurinë ku vendi ka, që se 4.000 euro, që ka shtem 4.000, mirë po nuk ka kod që të pagua. Nuk ka kod që të pagua antarët e komiteteve. Ky është problemi. Edhe sa i përket se po zëvendësohet antari në KPP, antari 5, stafetja ka shku në Gjermani, nuk ka vëdëre që kur polici shaka, mirë po aja ka qenë përfaqësuese e OJC-ve. OJC që shiza, po, edhe tani do të shohim mundësin me zavendësu me një antar tjetër të organizatave jo qeveritarë, nuk mundë me zavendësu me antar tjetër. Po të ishte ashtu këshim zavendësu për kuvendit, po nuk e mot. Faleminderit. Urnazën e ndërherë. Pse përpara është leju me pas antar të kuvendit ma shumë në këtë komitet, e tash jo. Përpara ka pas ma shumë. Po. I ke pasë edhe hojës edhe dërveshtë. Ashtë është? Ma herë, talun. Ti i ki kundërshtu mos me pasë ata, edhe Ministria nga ka këtyar të dhe më se ka thonë se Joniku është vend, ku vend Jonikut është specifik, sa e përket formimit komitetër për komitetën për Kosovë. E kemi shërtu edhe në asociacion kryesuesve të Kosovës, edhe Ministri ka pas këtë problem, edhe kanë gjetë si model bashkërum, por në kanë dërguar në njërën si me formën. 2 antarë të vendit, ne përfaqësuesi biznesit, ne i OJC-ve, edhe faktikisht për kuvendit 3. Për kuvendit 3 kanë pasë edhe 2 përfaqësues tjerë. Grupi ju ka propozu juve, ideve Veselizën, ideve Kes Zeljetë. Është nalë me ditja edhe tash po qaloj për komitetet e bashkë. Faleminderit. Kryesues edhe 2 fjalë, se i kom punashtu në vojtë e dërvesh. Më menja se jo kom me drejtë se Është pa qëllu? Jo, këto është komunë. Në pas tjetë që asë në po gjeni. Me pa qëllu edhe i besimit tjetër katolik me pa qëllu, po du më hodë në kush këto, ka pas kishën të ashtë i qëllu me marrë dhe beja të një nëja, këto atër mu bo, po du më hodë si bashkësi petare, të na pjeve. Po shkon shumë me drejtë, si kom punar të unë, edhe që besëm kanë përkra dhe ne. Dikush tjetër? Jo. Atëherë kalojmë në pikën e 6. Pyetjen nga antarët e kuvendit. Ti lutem veç pyetjen e së keni komunitet të së shanë. Unë kom jetë me pyjtë drejtorin e shëndetësisë. Pa bo marak për i pikën e vetë.